Kryeministri Edi Rama lajmëroi ditën e sotme se ka depozituar në Kuvendin e Shqipërisë propozimin për ndryshime ligjore lidhur me mundësinë që mund të pezullohet një antar kabineti, kryeministri, presidenti i Republikës, avokati i popullit dhe kreu i KLSH-s. Për të folur mbi këtë propozim të zotit Rama, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur zotin Romeo Kara. Zoti Kara, falenderoj shumë për intervistën. Përshëndetje, faleminderit juve. Avokat, si u duk propozimi i zotit Rama për ndryshimin e këtij ligji dhe mbi gjitha arsyetimin që shoqëronte këtë propozim? Unë kam vite që jam prononcuar qartë që ne nuk duhet me perceptimin e korrupsionit, me gjendje faktike ku jemi. Me këtë reformë që tani po fillon të japi ca fryte të pakta, domethënë, pra ka qenë shumë e ngadalt e tjerë. Ne nuk duhet kemi fare imunitet të asnjë lloj pushtetari të çfarëdo rangu qoftë në lidhje me korrupsionin të paktën. Po zakonisht korrupsioni paraprihet apo shoqërohet tërkohën dhe me shpërdorim të detyrës, pastaj edhe me konflikt interesi e tjera. Pra në këtë rast, ky propozim shkon me kaun e kundërt të asaj që ne kemi pritur, pra që të mos ketë fare imunitet dhe të mos pengohet zbatimi i procedurës penale. Tani ajo masë ndaluese të cilën për pezullimin për cilën bëhet fjalë, janë masat të procedurës penale të cilat kanë dhe efekt parandalues, pra për një person dyshuar apo nën akuzë që të bëjë krime të tjera, por është një masë e cila i shërben dhe integritetit procesit. Dhe për këtë, kjo masë e pezullimit në këto shkaqe është një masë që është parashikuar vetëm për pushtetin e drejtësisë. Në këtë rast kemi një ndërhyrje jo të pushtetit drejtësisë në lëmin apo në pushtetin legjislativ dhe ekzekutiv, por fakt tenton të bëhet bashk pushteti ekzekutiv dhe ai legjislativ për të ndërhyrë në territor të pastërt që është i pushtetit drejtësisë. Pasi vetë kushtetuta parashikon barazim para ligjit, e parë shkelje kushtetuese, ku 7 institucione vendosen tani në mënyrë të prerë që janë mbi ligjit, dhe në krahun tjetër dëmtohet besimi tek drejtësia dhe institucionet, pasi qytetarët nuk e shohin veten jo vetëm barabartë, por e shohin të gjithë procedurën tani nga një akt i rëndësishëm procedurial, si është pezullimi, do ta shohin si një akt formal. Së treti mendoj që bërja në këtë kohë në mes të disa proceseve penale jep një karakter negativ jo vetëm klasës politike, por edhe shoqërisë, e cila lejon që në moment caktuar personat që kanë probleme me ligjin për korrupsion të marrin guximin të ndryshojnë vetë ligjin, pasi nuk e zhbëjnë dot më veprën e tyre penale, të marrin guximin të ndryshojnë ligjin, pra kjo është për arsye më të ngushta dhe për të garantuar nesër persona të tjerë që do të jenë për një kohë relativisht gjatë me këto ritëm që ecën drejtësia, kene, hetimet e tjerë, tani jemi pak kënaqur, jo më pas, për të shmangur, do të thënë në fund, për të shmangur ndëshkushmërinë. Pra kjo e betonizon deri diku pandëshkushmërinë, sidomos të pushtetit politik që është zhytur në korrupsion dhe shpërdorim detyre. Unë e besoj si një akt shumë negativ. Avokat, mendoni që në vetvete masa ligjore të cilat ndryshojnë rrugës, pra po flasim për një procedurë
që ose për një nen të ligjit që është ndryshuar pasi drejtësia ka marrë një hap bazuar në këtë nen. Dhe mendoni që kjo qasje e ekzekutivit se sot mund të jetë një nen, nesër pas nesër gjykata dhe prokuroria mund të bazohet te një nen tjetër. Dhe prapse prap mund të kërkohet ndryshohet një nen tjetër. A është kjo qasje e dur që ekzekutivi duhet të ketë ndaj drejtësisë? Këtë kisha ndërmend kur ju thashje. Kështu presupozohet që sa herë që ka probleme pushteti me drejtësinë, atëherë duhet të ndryshojmë ligjin. Pra në vend të bazohet të puna e tyre në ligj, pra u mbetet parimi i ligjshmërisë, po i përshtatet dhe adoptohet ligji atyre sipas interesave të momentit. Kjo është shumë e rrezikshme. Nuk besoj se partnerët e huaj do ta heshtin, do ta pranojnë të fakt. Është e turpshme që heshtim ne. Pra ne akoma nuk kemi mësuar gjë çfarë është parimi i ndarjes pushteteve, barazia para ligjit, shteti ligjor, ku sundon ligji dhe shteti së drejtës. Të gjitha këto shkelen me këtë ndërhyrje. Nuk ka rëndësi a ke votat e mjaftueshme për ta bërë apo jo. E rëndësishme është që të ndërtosh një shtet të së drejtës ku sundon ligji dhe ligji është mbi të gjithë. Në këtë mënyrë ne vendosëm 7 persona që janë mbi ligjin. Pra edhe nuk është i barabartë si me të tjerët. Sot prokurori i përgjithshëm në Britani ka deklaruar pa u dridhur qepiku që edhe familja mbretërore nuk prevalon mbi ligjin për arsye të skandalit të Epstein. Pra do të fillojnë dhe aty hetimet e duhura. Aty është vetëm një person, mbreti, që ka një lloj imuniteti nga ndika penale, të tjerët jo. Këtu ne do krijojmë tani 7 persona privilegjuar, për të cilët procedura do të zbatohet shumë vonë, kur s'do ketë më blerë. Procedura penale. Në fakt ishte zoti Rama që deklaroi që këto ndryshime ligjore nuk vinë për shkak të një emri, pra të Belinda Ballukut, i cili deklaroi që zonja Balluku ka paraqitur dorëheqjen 3 herë dhe unë nuk ja kam pranuar. Pra nëse nuk ishte problemi i zonjës Balluku, problemi i kujt ishte? Pra e kishte parimore zoti Rama këtë gjithë të nenin që po e ndryshon? Po të ishte parimore, do të zbatonte ligjin. Unë nuk besoj se ka të bëjë me parimet, nuk besoj çfarë thuhet, unë besoj faktet dhe çfarë qëndron në vërtet në realitet. Nëse është dhënë 3 herë dorëheqje, edhe mund të ishim lajmëruar ne si popull, se bëj fjalë për një ministrën tonë, dhe kështu që në transparencë ne të vlerësonim, mbase do kishte shmangur dhe ajo vetë një pjesë të retorikës politike e cila është shtrirë tani edhe në media, por nuk besoj që është vetëm kjo. As që është shumë i shqetësuar për presidentin, për kryetarin e kontrollit shtetit, për avokatën e popullit, për guvernatorin e tjerë. Kjo do të thotë që ti të mos qeverisësh më me këto garanci ligjore që janë, dhe të stabilizosh qeverisjen me artifica të cilat shkelin rënd parimet e ligjshmërisë. Parimi i madh i proporcionalitetit na mëson sa më shumë pushtet ke, aq më shumë është e nevojshme që të zbatohet më shpejt, aq më shumë dëme mund të bësh ti nëse zhytesh në probleme penale. Tani mund të pezullojmë të gjithë të tjerët që janë poshtë me pushtet të papërfillshëm, po jo këta të cilët janë ideator, frymëzues dhe mbrojtës korrupsionit. Dhe korrupsioni është një dukuri e cila buron nga lart. Kështu që bëhet e pa efektshme fare lufta kundër korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës. Avokacia pat vizitën e sotme të zotit Rama në Kosovë dhe disa deklarata lidhur me aktivitetin e gjykatës speciale, ku tashmë është kërkuar nga prokurori special 45 vite për secilin nga komandantët e ushtrisë kombëtare të Kosovës.
Ne nuk i njohim të gjitha prapaskenat dhe intrigat e politikës shqiptare dhe politikës ndërkombëtare që ndikon mbi Shqipëri. Ka qenë një nga personat që ka kërkuar të miratohet kjo gjykatë, dhe tani shoh që nuk ka dalë siç duhet, nuk ka mbrojtur llogarit siç duhet, dhe po vojnë pasojat. Mendoj që krijimi i asaj gjykate dhe mënyrën se si janë servitur provat në atë gjykatë ka të bëjë me një platformë deri diku të qartë anti-shqiptare dhe pro-serbe dhe ruse bashkë. Pra, më duket e manipuluar, duke pasur parasysh qasjen e Dick Martin, pashathemet lidhur me shpina verdh, jam i sigurt që nuk ka ekzistuar ai fenomen i shitjes organeve e tjerë. Kështu që u ngrit mbi një mashtrim dhe pastaj ka përcyer kompetencat edhe në kohë edhe në vepra tjera. Unë mendoj që ka një padrejtësi historike, ndaj të cilës ne do të reagojmë sa më shumë. Është e turpshme që të kriminalizohet e gjithë UÇK-ja dhe epopeja e saj. Kështu që nuk mendoj që ka më vlerë vizita e Ramës, se sa ka vlerë qëndrimi i këtij populli, po dhe i gjithë simpatizantëve të popullit tonë dhe të asaj lufte. Pra, nuk besoj që NATO, që ka zhytur në partneritet krimi me UÇK që po del kriminale sipas tyre, dhe ka bashkëpunuar me njerëz të pabesueshëm, deri në atë pikë sa dënohen me 45 vite burg, pikërisht për kohën në cilën bashkëpunuar me NATO. Pra, kam punuar mirë armiqtë e këtij vendi, edhe të atyre bashkë, jo vetëm për të baltosur, por edhe për të dhënë një mësim historik që nesër mos luftoni për lirinë tuaj, se do ta psoni paqen. Kështu që nuk ka vlerë fare, domethënë. Do bënte mirë të shite punët e veta në Shqipëri, se këto momente ka rënë një zile e madhe alarmi për shqiptarët. Kemi bërë hapa pas, sidomos mentalitet, që ne ndryshojmë ligjet kur jemi në hall, si klasë politike. Avokat, a kemi mundësi që ta zhbëjmë atë çfarë bëm me miratimin e gjykatës speciale të Hagës? A jemi në kohë ende apo tani do korrin frytet e kësaj gjykate? Ajo është gjykatë speciale që bazohet në Kushtetutën e Kosovës, por nëse shërbimet tona sekrete dhe gjithë levat e tjera të shtetit do arrin të argumentojnë që është një gjykatë e manipuluar, po, ajo është bëhet me vendim të Parlamentit të Kosovës. Por kjo duhet argumentuar. Avokat, po këtë qasjen e zotit Kurti ndaj kësaj gjykate, si e keni parë dhe po themi, ka qenë ndër të vetmit zëra që ka qenë kundra kësaj gjykate? Po pas ka qenë me zgjuar, duhet parë mirë çfarë ndodhi kur u krijuar kjo gjykatë dhe çfarë ndodhi më pas me arrestimin e krerëve të UÇK-s. Çfarë politike fshihet, çfarë interesash janë fshehur, kush është motivi vërtet. Unë nuk besoj se ky është motivi vërtet. Ka diçka që ne nuk e dim ose nuk na thuhet. A është motivi vërtet zhbërja e pavarësisë Kosovës? Duke parë mënyrën se si është investuar kjo gjykatë nga ana e dëshmive, mënyra se si unë e shoh edhe të manipuluar, mendoj që po. Ka një politik, një platformë direkte apo indirekte nga qarqet më të fuqishme anti-shqiptare që të godisin. Por besoj ka qenë dobësi e madhe dhe politikës shqiptare në përgjithësi, por edhe të atyre të Kosovës që lejuan të hap fallës. Avokat, kush janë këta armiq kaq të mëdhenj të shqiptarëve, e ndoshta më të mëdhenj se miqtë e shqiptarëve, ku themi se Shqipëria ka miq Shtetet Bashkuara të Amerikës? Tani, kur themi ka miq, ne në këto 30 vite kemi pasur një miqësi, një garanci, por ne duhet të dimë mirë që me shpërbërjen e Perandorisë Osmane,
e cila u shpërbë nga humbjet një pas njëshme, që filluan nga fundi i viteve 1700, sidomos në vitet 1800, në fillimi i 1900-s, në përballje sidomos direkte me perandorinë ruse. Edhe revolucionet dhe lëvizjet për pavarësi të popujve të ndryshëm janë nxitur po nga ajo perandori, përfshirë dhe revolucionin grek, domethënë, i cili u gatua nga qaqet të pasura ruse, edhe sidomos me përqendrim edhe në Odesën e sotme, po dhe Rumani. Vetë presidenti i parë i Greqisë ka qenë këshilltar në qeverinë perandorake ruse, bile dhe ministri i jashtëm. Gjithmonë me bazë çdo fitore dhe çdo traktati paqe që bëjmë atë rast të perandorisë ruse mbi perandorinë otomane, kemi pasur zhvendosje popullsisht, si nga veriu deri te Zi, pra kemi Krimen, një pjesë të Kaukazit dhe tjerë, siç janë populli Çerkez për shembull, dhe marrje koncesionesh të popullsive slave që janë në Ballkan. Dhe Rusia ka pasur për merak të losi me dy karta, me kartën e slavizmit dhe të asaj të ortodoksisë. Pra, sa herë që humbte perandoria osmane, lëshonte në favor të ortodoksisë dhe slavizmit, ka lejuar krijimin e shteteve të reja, bile në kuriz të duke lejuar edhe genocid, kemi edhe genocid shqiptarëve, sidomos në zonën ku është sot Maqedonia, qytetet më të mëdha, më të kultivuara edhe më të arsimuara kanë qenë atje me peshë më të madhe politike të kohës, si Manastirin për shembull, por që u pa me shumë kujdes nga Rusia për të krijuar të krahun nga veriu në jug, të slavizmit dhe ortodoksisë, dhe për të ndërprerë qenë një popullsie muslimane nga lindja në perëndim, pra nga Stambolli në Adriatik. Dhe humbjet e osmanëve dhe fitoret e rusëve gjithmonë janë paguar me një pjesë e mirë e popullit shqiptar në Ballkan. Vazhdojnë po ato politika, mund të ketë ndryshuar retorika, po e qëllimi. Kështu që aleanca serbo-ruse gjithmonë qëndron vend parë, po dhe një pjesë e përdorimit apo vetë përdorimit që ka në themel të kjo aleancë me ortodoksin në një farë mënyrë. Avokat, na kanë tradhtuar amerikanët lidhur me këtë gjykatë? Nuk besoj. Jo çdo amerikan përbeson Amerikën. Në Amerikë frynë shumë era, po besoj se deri tani ata kanë qenë garantuesit e stabilitetit, e sigurisë tonë, Kosovës e tjerë. Të mos harrojmë që edhe një pjesë e madhe e klasës politike kosovare, duke u zhytur në një rrëmuj atje, edhe palishmëri, duhet të themi, u pozicionuan dhe jo aq pasër po si duhet edhe me aliatët tanë amerikanë. Mund ta kenë fituar dhe ata me shumë mund indiferencën amerikane. Ne kemi humbur kohë për të bërë një shtet të fortë, domethënë një organizim të fortë shqiptar në Ballkan. Kemi humbur shumë kohë mbas liderëve që kanë parë punët e tyre dhe urrejtësit e tyre personale. Dhe këtë shpresoj të mos e paguajmë më rënd se kaq. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit ju.